Në jug të Shqipërisë ngrihet Gjirokastra, qyteti i gurtë që ruan kujtesën e shekujve, qyteti i UNESCO-s, një pasuri kulturore, ku gjuha, historia dhe identiteti bashkëjetojnë natyrshëm me hijeshinë e gurit. Këtu, ku peizazhi flet dhe gurët tregojnë, dia ka gjetur strehën e saj. Zbëneto në shtëpinë tonë, zbëneto në jashtë japinë tonë. Universiteti e Qrem Çabej, i vendosur në këtë hapësirë të pasur kulturore dhe historike, është një nga institucionet akademike që prej dekadash i ka qëndruar besnik misionit të tij, të formoj mendje të hapura, të nxjisë kërkimin shkencor dhe të ndërtoj ura bashkëpunimi ndërkombëtar. Në frymën e këtij misioni, lindi bashkëpunimi ndërinstitucional me Universitetin Karamanollu Mehmet Bey të Turqisë, një partneritet i frytshëm që përfaqëson vullnetin e përbashkët për të zgjeruar horizontet akademike dhe për të bashkuar përvojat, traditat dhe sfidat nëpërmjet dijes. Kongresi i kërkimeve shkencore dhe akademike, i organizuar në kuadër të këtij bashkëpunimi, është një platformë ku shkenca të i kalon kufijt, ku studiuesit ndajnë mendimet, prezantojnë kërkime dhe kontribuojnë në zhvillimin e përbashkët akademik dhe kulturor. Ky kongres ka një rëndësi të madhe, jo vetëm në aspektin shkencor, por dhe në atë të ndërkombëtarizimit të universiteteve tona. Është një event shkencor i cili ka përfshirë gjitha stafet akademike, jo vetëm të Universitetit të Qrem Çabej të Gjirokastrës, por të gjitha treva dhe trojet shqiptare dhe me gjitha një pjesëmarrje masive edhe nga studiuesit turq. Kjo është një arritje dhe një event vërtet shumë i rëndësishëm shkencor për vendin tonë dhe sidomos për rajonin e Gjirokastrës. Në një botë që ndryshon me ritme të shpejta, kërkimi shkencor dhe dialogu ndërkulturor mbeten gur themel i progresit dhe mirëkuptimit. Ky kongres është dëshmi e përkushtimit ndaj këtij vizioni. Gjirokastra mirëpret dijen. Universiteti e Qrem Çabej mirëpret bashkëpunimin. Ky kongres mirëpret të ardhmen.